Në ditën më të rëndësishme të vizitës së tij katërditore në King, kryeministri britanik Keir Starmer u takua me presidentin Xi Jinping në Stadin e Madh të Popullit në Pekin. Në një samit që zgjati rreth 80 minuta, vizita shënoi një moment të ri në marrëdhënie dypalëshe pas një periudhe të gjatë tensioni mes dy vendeve. Starmer theksoi se Kina është një aktor kyç në skenën globale dhe se Mbretëria e Bashkuar dëshiron të ndërtojë një marrëdhënie më të sofistikuar, ku bashkëpunimi ekonomik të ecë paralelisht me një dialog të hapur për çështje ku palët nuk bien dakord. Ai pranoi se gjatë takimit u diskutua jo vetëm për biznesin dhe investimet, por edhe për tema kulturore si futbolli dhe veprat e Shakespeare-it. Nga ana e tij, presidenti Xi Jinping deklaroi se marrëdhëniet mes Kinës dhe Britanisë kanë kaluar vështirësi, por nuk kanë qenë në interes të asnjërs palë, duke shtuar se Pekini është i gatshëm të ndërtojë një partneritet afatgjat me Londrën. Sipas Xit, një bashkëpunim i tillë mund të rezistojë provës së kohës dhe historisë. Riafrimi i Starmer me Kinën vjen në një moment ku disa vende perëndimore po intensifikojnë diplomacinë me Pekinin, me sigurisë të krijuar nga politikat e administratës amerikane të Donald Trump. Kërcënimet nga tarifat tregtare dhe deklarata për territor si Grenlanda kanë shkaktuar tensione mes SBA dhe aleatëve të tij tradicional, përfshirë Britaninë. Vizita e Starmer pason atë të kryeministrit kanadez Mark Carney, i cili nënshkroi një marrëveshje ekonomike me Kinën, duke nxitur reagime të ashpra nga Washingtoni. Në këtë kontekst, Londra nuk është e vendosur të ndjekë më qasje me pragmatike ndaj Pekinit, duke balancuar interesat ekonomik dhe sfidat politike dhe strategjike.